Alo. Full biro. Që i që valloj birë kështu i numro porët, Qa u ba? Qa ka qa s'ka? Fol be birë fol, heq më stanin? Sa? 5.000 euro? Ha be birë, heq be birë më stanin. Ti jap. Jo birë s'pe bëja i gore, ti jo, piq më stanin. 5.000, ha? Aj pa ti që 5.500 kështu për ti jap, a bëdem? Pi meje, dhurat. E këto 5.000 tjera harroj, atë heq më stanin bira. Ja be birë heq më stanin ta man puna bira, atë kam shok, po... atë kom jaron bira. Hajtash. Hajtë se ti qoj me Western Union tash, po nisna që aty me në rani e kom Western Unionin që 5 minuta larg, ma merr menja që për 2 orë i merr pare. Haj pranimi, Haj qao, Shimi, ja? 5.000 euro, shërë më ndoj 5.000 euro për me rakli, Alo! U e bish, qa bone? A je mirë? Që vëlloja dhumë të nejtë në shpi këtu, që s'po kam shka me bo. Si be bira, ma kështë kry një punë be bira? Me dhon një pas euro be birë se meta pa duhan. A be birë po... Alo? Alo? What? Unë ma noli. Hej Sombera, mirë sërë prapa dhe me një video, Ademi Knej. Okej Sombera, nëse doni me po alak, si loj video ju dini shka doni me bo. Ke qa doni me bo është me shku me bo qët video like. Sot kena me folje rreth fitimit të pareve në YouTube si një youtuber i vogël shqiptar. Okej, si pas këti djallit, youtuberat më të mdhej shqiptar bojnë që ka qpare. Kështu që me shku me mënyrën e këtina me pasa pare i boj une, mua më dalin që i fitoj që ka qpare. Ama a është e vërtet kjo? Edhe e vërtet është se jo, nuk fitoj që ka qpare. Jo, mos më keq kuptoni, nuk jam të thonë që ky djali është të rejt, po informata që e ka dhonë aj është e pasakte ne youtuberat shqiptar. Pse? Ky në qëtë website që ka hi, ky website është Amerikan. Edhe ky website, algoritmin për fitimin e pareve në YouTube, e ka me standarte Amerikane, nuk është me standarte tona. Tash, qa i bjen kjo? Kjo i bjen se ky website jep numrat sakta për youtubera amerikan ama jo për neve youtuberat shqiptar. Tek amerikan si pijemi minimum është për 1.000 viewsa i merr minimum $1, ndërsa tek ne për 1.000 viewsa maksimum mund është mi marr 10 cent, që i bjen dikun 5 deri në 10 cent mund është mi fitu për 1.000 viewsa. Po pse na i bëjmë veç që ka qpare? Ne i bëjmë që ka pak pare në YouTube për shkak se tek ne në Kosova dhe në Shqipni nuk ka shumë kompania që e pagujnë YouTube-in ose në website tjetër online për reklamimin e kompanisë të atynve. Edhe për që atë na pagujmë pak. Okej, tash nashta 50% për juve, tash ju ka ranë mend një ide revolucionale kishëm apedin që kërkujna kishëm si ka ardhë mend, nashta e një të thonë, nuk është problem për mu në ndroj lokacionin me VPN dhe bëj pare si gjoja. Këtë sena dhe qindra njerës tjerë kanë menu që funksionon, amo unë pju kalzoj që kjo nuk funksionon. Pse? Se nuk ka lidhje i kohitje a ku jeton. Kej problemi është ata që janë të të këshyrë. Për shembull ti nëse jeton Kosovë e bon video për Amerikan, do thot bon video në anglisht, ma shumë audiencën e kipi Amerikës, atër ti kemi fitu aq pare sa fitojnë edhe youtuberat tjerë Amerikan. Po është edhe problemi, edhe nëse jeton ti në Amerikë, e bon video për neve shqiptarve, keme fitu qaq pare sa fitojmë na. Do thot nuk ka lidhje ti ku jeton, kej problemi është pi kujt janë të të këshyrë ata, viewsat pi kujt i ki. Kështu që na mujna me ndru VPN-in, e kejtë senet noqa dhe marim edhe VPS-ma tek e funi, kur zho nuk bëjmë pare ma ndryshe, bëjmë kejtë pare njëjtë. Okej, tasha kena me bo, tash kena me kalu në kompjutera dhe kom ju kalzu unë, se sa pare i kom bo, mërna që ti mujta dhe mërna që ty në 3 mujve. Po, na krejt e përdorim internetin, ama mënyra se qyshe përdorim internetin është jo e sigurt, për që ato ne kom një zgjidhje për ju. Ju prezentoj Brave browserin, ma i shpejt, ma i sigurt dhe ad free. Nëse doni të jeni më të sigurt ama edhe më të shpejt, atëherë Brave browseri është browseri duhur për juve. Është shumë më i shpejt se browsera tjerë edhe është free. Brave browseri automatikisht ja u hek këtë reklamat në çdo website. Shkoni poshtë në description te linki i parë dhe do vllandojeni më njëherë Brave browserin edhe rini të sigurt në internet.
Okej, që për momentin jena tash në channelin tem. Edhe tash shkojna direkt në YouTube Studios ose në ish YouTube Dashboard, që u konë ma herët tash ja ka ndru emrin, po s'ka dert, e ka funksionin e njëjtë, këtë sanet e njëjta, s'jon këtë sanet e njëjta, overlay e këto sanet nuk janë të njëjta. Amo tash shkojmë këtu në analistika, edhe që tashti për 28 ditë e funit i kombo 82.000 viewsa, 4200 watch time, 4200 orë watch time, edhe përmi 366 suba mu pas kanë shtu qëtë muj, $6 kombo. Që të suba më kanë befasu shumë më kanë befasu se e dina i problemi me subscribe a kone me kësi sene, dhe me këvitin e kalum kër kombo video veç shkojsha të poshtë. Më falni, ku metëm, qysh tash, po, 366 suba mu kanë shtu, më kanë befasu shumë, veç më shkoj ke minus, më shkojshin subscribe-at minus, edhe po, që këtu e kena tash këtë fitimin e që ti mujt $6, që $6 su një ngrej, duna mi bo plus $10 për me mujt mi ngrej. Okej, tash kalojna të estimated revenue, që në dit dhe thët sa po bëj, ka 20 cent pi bojnë dit, 19 cent, 8 cent, 7 cent, 37 cent, 59 cent, $1, $1 e dishka. Këto $1 e dishka që në këtu, këto janë prej donacioneve, prej super chatit edhe prej membershipit në channelit që kom bo live stream e kësi sana, dhe thët për këtu shit i kom ato ka $1. 3 muj gati e kom qëtë partnership, se para 3 mujve nuk e kom pas asni partnership, shtu që për 3 muj unë i kom bo 200 viewsa që nuk janë shumë, besomni nuk janë shumë, se për shembull në TikTok shra kom bo video, mana 1 muj të në TikTok i kom bo 2 milion e gjys viewsa, veç në TikTok. Kur për shok shtu në YouTube, ka 5-6-7 vjetë, po mirë na me YouTube më fund ka 200.000 viewsa në 3 muj mi marë, hic janë shumë. Edhe mërna që tynve 3 mujve i kom bo 10.000 orë watch time, edhe i kom bo 710 subscriber. Prap, po befasona se tash pesho qëtë numër, më ka befasu, okej. Që këtu $2 dishka, që i kom bo, që dit jem kon të bo live stream, veç pak që live stream për qefi, jeni tu po poshtë, live stream për qefi. Këtu më kanë bo 3 membership e i kom marrë që dit që zga boja dhe që. Dhe thët mas shumë t'i fitimin që e kom këtu e kom prej membershipave. Hajde shkrim revenue, që tash. CPM-i, kjo është CPM parzi që ju thash. Tash edhe CPM-i in general dhe thët në këtë botën është që thash minimum shkon $1, ama unë për momentin e kom $2, i den nuk ja kom se qysh e kom CPM-in $2. Ama ku është problemi? Problemi është si parzi që thash nuk kena mjaft reklama. Në Kosovë, edhe në Shqipni, nuk na dalin mjaftë reklama. Për që aton që sheni të po këtu, veç që kaq pi atynve që pi 200.000 viewsave, veç 6.000 viewsa kanë pa reklam. Që pi super chatit për 3 muj, për që to 3 muj, i ka marrë $5 e 44 cent. Channel membership $1 e 37 cent. E një të vrejt. Që për bjen që fitimin, nashta 30% e kom veç prej live streamave edhe piksin e sanave. Video qatë shumë nuk mujnë me të pru fitim. Që për shembull live stream $2, live stream $1 e gjys, video, që kjo video i den nuk ja kom se qysh i ka marrë që kaq viewsa, amo më do këtë po e di qysh i ka marrë që kaq viewsa, se qëtë video mas shumë tishe e kanë këshirë nuk janë kont Kosovës edhe Shqipnis, po janë kont njerës tjerë që janë kont për diasporës, edhe këtë video ma kanë këshirë shumë për diasporës, se kështu në top 10 këtë videot me mas shumë ti që më kanë pru fitim, janë live streama, se në live streama ko marrë donationa. Kështu që po, qysh ju thash edhe parzit, dalin prap të qajsani, dhe me nëse ki viewsat pi jashtit, edhe nëse në Kosovë pi jashtit mi pas viewsat nuk ka problem, cjell fitim prap se prap. Ama për shembull veç pi të Kosovës, veç pi audiencës kosovare, shqiptare, nuk ki fitim, nuk të bjen fitim ajsan. Shpresoj që jeni të më kuptu tash për momentin. Kështu që po, nëse muni më bëj youtuber për shembull me thonë që pi boni ka 1 milion, ka 2 milion viewsa në muj, kur ta këshir falafel për 1 milion, 2 milion viewsa,
të postërta që i ki një 100-200 euro, ama 1 milion, 2 milion views-a mi marrë në muj, nuk jena plot që marim, nuk janë plot që marim, vend se sun tash s'po marim, ma herët mirsha edhe unë ka 1 milion views-a në muj, ama problemi u konë që atërë nuk e kom pas lidhë me partnership të channel vjetër, të channel vjetër shumë vonë jam lidhë me partnership. Tash po, për 200.000 vetave, 6.000 veta i kanë pa reklamat në për videot mija. Edhe që to 6.000 veta, dikon $10 më kanë pru, se 12 spibika, po $10 diku më kanë pru, edhe $5 më kanë ardhë veç për super chatit, $1.87 më kanë ardhë prej channel membershipit. Kështu që, po, nuk e di tash, besoj që kërkujna që ky numër si do këtë mjaftë. Unë për shembull që të 3-4 videot e funit përveç ato reaction, se reactionin e kom bo dikun për 3-4-5 orë, jo, për 3 orë e kom bo që s'ka boj ketë komplet për 3 orë e kom bo atë video, ama Q&A-in e ton atë videon tjetër, cila u konë Q&A edhe me Henër Qorin që është ake aty kom hub dikun afro një 15-17 orë i kom hub në Q&A. Q&A nashta dhe ma shumë se 15 orë. Kështu që a këshit pas shef për shembull 15 orë mi hub mërna 3-4-5 ditve për mi bo $15 veç, nuk e di. Nuk jom të dash këtu m'ju bo pishman, mos m'u bo youtuber e kësi sen. Unë thjesht jem t'ju kallzu që tash qysh është për momentin, gjendja, ma vonë na i kush e ndryshon, ose edhe ju e ndryshonin gjendjen, do diçka edhe mujna nashta me bo paret mira me qëtësen, edhe për shatan plot youtubera na e mojna ala YouTube-in. Kështu që po, këshyrim mas 1 vjetë, 2 këshyrim qyshtek qa ka mu bo, shpresoj që bohet mirë. Edhe këtu e kryin punën e vetë Mr. Businessmani, edhe ta shkalojnë atë Mr. Crazy. Qa më mori dje, my god, po boj. Okej, djem, shpresoj që ka pëlqyer kjo video. Nëse ka pëlqyer kjo video, mos harroni me bë like, komentoni mendimin tuaj për këtë video. Nëse nuk ma keni bë subscribe, direkt shkoni bë mani subscribe. Nëse nuk ma keni bë follow në TikTok edhe në Instagram, edhe ne shkoni bë mani subscribe, asin follow. Shihemi në videot e tjera, ju du shumë sombera edhe bye bye.